shoqata e trajnerëve ka vite shumë që është themeluar, por sot ju jeni antar shoqatës. Nëse shoqata më përpara ka qenë me një numër të kufizuar antarësh, sot është numri goxha më i madh dhe gjithë ju që jeni në sallë sot jeni antar themelues të shoqatës. Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqata e trajnerëve kanë menduar që t'i japin një titull president deri profesor Bekush Biçës, i cili ka qenë prej shumë vitesh kryetari i shoqatës së trajnerëve. Të nderuar anëtar të shoqatë, nderi veçantë dhe kënaqësi e madhe për mua që ndodhem sot mes jush. Mbledhje e rëndësishme e shoqatës sonë. Kjo është një mundësi e çmuar për të reflektuar mbi rrugtimin tonë, për të vlerësuar të arriturat dhe për të adresuar sfidat që kemi përpara. Ky vit që lan pas ka qenë një periudhë e mbushur me sfida të shumta, por gjithashtu dhe suksese, domethënse për shoqatën tonë. Përmes angazhimit tuaj, të palodhur për kushtimit profesional, kemi arritur të forcojmë rolin dhe imazhin e trajnerit shqiptar, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e mëtejshëm të futbollit tonë.